Edhe të hënëm punëtorët e sigurimit në QKUK u mblodhën para administratës për të protestuar. Shkak për këtë është dështimi i tenderit për sigurimin fizik dhe mos vazhdimi i kontratave të tyre. Punëtorët kërkojnë kthim në vendet e punës dhe kushte më të dinjitetshme nga drejtoria e QKUK-s. Gjatë protestës të hënëm pati edhe përplasje mes punëtorëve dhe kryetarit të sindikatës së sektorit privat, Jusuf Azemi, për shkak të mos pajtimeve dhe mungesës së qartësisë. O burra, hajnia që tu, po pse po lipte une? Une po ta tregoj rrugën ç'a do të më bë. Po edhe une kom thon prap po të them, edhe sot po të them. A më përgjithësi në gjykat që ke humbur shkopi shtëpie? Në gjykat? Po më rëqish ja. Avni Dibrani tha se punëtorët e sigurimit janë në një gjendje të rënduar ekonomike. Tash njerëz na pagun kërkush. Vinë obligimet mujore, kem krediti, kem familjen me mojt, vi pe Skënderajt javë. Dhe më thonë, s'ka me ordën këtu. Nesër po thot protesta pet, me qa me ordën këtu protesta? E Fehmi Ajdari u ankua se ata u larguan nga puna pa drejtësisht. Na ka shkput kontrata e punës me skifterat. Këta e kanë shkput kontratën. Na kena kontratë deri me 19 gusht, muajin e 9. Muajin e 9 kena kontratë, këta na kanë qitë, as shkollës na ka qitë që shtëpej. Edhe ato më shumë të kemë për sindikatës. Sindikata na ka thonë me lënë vendin e punës se nuk keni kontratë pune. Rreth 280 punëtorë të sigurimit në QKUK kanë mbetur pa kontratë pune, pasi tenderi për sigurimin fizik u anuluan nga OSHP-ja. E drejtuesit e kompanisë Kyftera që kishin fituar tenderin para 2 muajsh të kontaktuar nga koha, thanë se punëtorët nuk do të paguhen për të gjithë muajin. Punëtorët e sigurimit kanë qenë të angazhuar me kontratë vetëm deri me 20 qershor, datë kur OSHP-ja e ka vendosur ndërprerjen e kontratës. Pagesa do të bëhet vetëm për ditët e punuara deri në atë datë. Më së largu deri me 5 korrik punëtorët do t'i marrin pagat e tyre. Kryetari i sindikatës së QKUK-s Hakif Sulejmani pas takimit që e pati me ushtruesin e detyrës së drejtorit në QKUK, Osman Hajdari tha se ata kërkuan ritenderim të kontratës. Na majtëm një takim me drejtorin për çështjen tenderoze. Janë 2 kompani që janë në sistem. 2 kompani. Tash OPSH-ja nuk po lejon as njënën as tjetrën për pa dhënë ndërhiqje njëna. Për ritender. Për gjithë punëtorët për më nënshkru kontratë me vesh një uniform. Për ndryshe, na vazhdojmë protestën edhe mund të hyjmë në grevë. Derisa të lidhet një kontratë e re, sigurinë e objektit po e mbulon përkohësisht Policia e Kosovës. Takimi radhës mes punëtorëve dhe drejtorit të SHQK-s pritet të mbahet të premten. Nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje deri atëherë, punëtorët e paralajmëruan hyrjen në grevë.